Donald Trump deklaron se është njeriu I vetëm që pas 3000 vjetësh arrin të vendos paqe mes Izraelit dhe Palestinës. Është vërtet një paqe e arritur? Apo biznes Amerikan Gaza, si e komentojnë qytetarët? Është biznes, nuk e di, po mua diçka më bëri përshtypje se si kishte fuqi Erdogani të ndalonte atë Netanyahu të shkonte në konferencë, më habiti kjo punë. Megjithatë, çdo paqe është e mirë dhe lufta për paqen është bazë për çdo njeri. S'ka gjë më të mirë se sa dikush, qoftë edhe një paqe e keqe, është më e mirë se sa një luftë që mund të quhet që s'mund të quhet kurrë mirë. Biznes, lufta biznes është. E kam vërtetuar të tjerë, jo. Lufta është biznes I madh, shumë. Fitim prurëse. Ukrainë kush e hapi luftën. Ishte marrëveshje në 18 për të bërë një konflikt. Ashtu, ha? Patjetër. Që mendoj unë, ai kapacitet ka më. Donald Trumpi e ka sjellë Zoti mbasi ushtallarët dhe ushtallëshat komuniste nuk e vran dot. Ai do menaxhoj botën. Do doje të pije një kafe me Donald Trump? Me çfarë do I thoje? Shiko dieta ai këtu, më falu vllai tënd, shiko. Mua më erdhi një miku im pak rëndësik tani, atje ose unë jam rri me shtëpi me qera, nuk e them këtë, në një dhomë të vogël atje, bëri video në ai, the ti edhe kur I presidenti qamërisë, e shtëpi me qera, e budallë, ja çoj Donald Trumpit ai, më njoftoi. Ashtu, ha? Ja çoj Donald, që do thotë që unë kam pirë kafe me Donald Trumpin. E ke pirë kafe, ha? Kush e pagoi kafen? Mos e merr me atë punë, të dy bashkë e paguam. Për gjysmë, ha? Gjysmë unë, gjysmë ai. Çfarë tha? Tha që Tasim tha, ti vazhdo punën. Ti je I dërguar jon atje. Por Berishën dhe Edi Rama mos e ngacmo, sepse ata janë lojtarët tanë. E kuptova. Kaloj mesazhi? Po. Si e shikoni ju situatën? Unë them drejtën, nuk mendoj se paqja që e vendos për tani është një paqe pa hile. Me qenë se krejt opinioni botëror u kundër Izraelit për ta zbut këtë më kupton, e bën një paqe. Po Izraeli nuk do të pushojnë së rreshturi për ta vënë përdorim forcën e bombës atomike që disponon në kundër jetës të atij populli që ai popull është I destinuar u zhduk, sot herë që ka Amerika këtë pushtet dhe Izraeli këtë pushtet. Jepi një dorë trokitje Trumpit? Po patjetër. Që je japim. Është vërtet një paqe e pastër apo mund të ketë në një lloj? S'më besohet me Izraelin. S'më besohet që është paqe e pastër. S'kam shumë besim. As ke ata tjerët, po ke Izraeli më shumë. Netanyahu. Është vërtet paqe e arritur apo në biznes Amerikan Gaza? Ka fali pari botës. Po, patjetër. Obama, është realitet. Është realitet. Fali pari shtëpisë, pari botës. Është vërtet paqe e arritur apo Amerika po bën biznes në Gaza? Si e komentoni ju si qytetar? Kam shumë besim te Trumpi, se do të arrit gjitha gjërat. Trumpi është vetëm lider në botë që mendon për paqe. Ishte gabimi numër 1 që nuk arriti të merrte çmimin Nobel. Do jepni një kafe? Për paqen. Kafe dhe shoqëruar me aktivist Klepari. Trump deklaron se është njeriu I vetëm që pas 3000 vjetësh arriti paqen mes Palestinës dhe Izraelit. Pas 3000 vjetësh ai puti atë Palestinën në dhe I vrau I preu gjitha ata njerëz, pastaj në fund fare doli ashtu. Po sot kemi një marrëveshje për paqe. Po çfarë marrëveshje bën ai? Ai marrëveshje prit kur plasi lufta. Prapë? Mbas një 50 vjetësh. Po sot I jepni Trumpit një dorë trokitje? Jo. Asnjëherë që ka bën as nuk e jap. Ja pa ti që haj pije breth me dashnore?